Në një fshat të qetë jetonte një burr që nuk mund të lexonte asnjë fjalë. Megjithatë, pasuria e tij më e çmuar ishte Kurani i Shenjtë. Çdo ditë, ai e hapte me kujdes librin e shenjtë. E mbante afër, duke u lutur: "O Allah, nuk mund ta lexoj fjalën tënde, por e dua shumë." Sinqeriteti i tij ishte i thellë. Njëri, duke qenë dëshmitar i kësaj përkushtimi të pastër, u prek. Ai ofroi t'i mësonte të moshuarit alfabetin arab. Muaj më vonë, burri arriti ëndrrën e tij. Me lopë që i rridhnin në fytyrë, ai recitoi surën El Fatiha për herë të parë. Kjo histori e bukur na kujton: dashuria për librin e Allahut nuk njeh moshë, status, pengesë. Ky është një kujtesë e fuqishme për të gjithë ne. Lejoni që kjo histori të ndezë lidhjen tuaj me Kuranin. Pavarësisht nëse po mësoni të lexoni, po kërkoni një kuptim më të thellë apo thjesht po e mbani atë me nderim, filloni sot. Hapni Kuranin, kërkoni dritën e tij dhe lërini fjalët e tij të prekin zemrën tuaj.